Ajo që shikojmë Durrës është fiks përdhunimi publik që Edi Rama i bën shoqërisë. Skena e dytë është dominimi i njeriu mbi një parti. A ka garë në Partinë Demokratike? Nuk ka garë në Partinë Demokratike. Me kandidat pa kandidat, sa ka qenë zoti Berisha, nuk ka patur garë në Partinë Demokratike. Partia Demokratike është partia e Sali Berishës. Miles të e kuptoj dhe vetë Partia Demokratike, se nuk e quajti më garë, e quajti referendum. Pra, aty nuk ka më garë, nuk ka rëndësi me kandidat pa kandidat. Tani le të themi, nëse ne do të bëjmë një krahasim se nga kush, dhe këtu vjen ai prioriteti që replikoj pak sa Bushati dhe Berati. Këtu vjen ai prioriteti i projektorëve tanë ku hidhen. Çfarë ndodhi në atë sallë? Se Bardagasi është një socialist i vjetër, po ta shikon aty ai duket si një pulë e hutuar që nuk di ku të çukisi, shkreti, ato fjalët janë pa lidhje. Nuk është ajo ngjarja. Ngjarja është që si Bardagasi janë gjithë socialistët, të vjetër dhe të ri, pra që nuk kuptojnë asgjë çfarë po ndodh. Përdhunimi publik në atë sallë ndodh për disa fakte. Një, sepse Bardagasi është i ati Ergyes Agasit, kjo nuk ka lidhje. Se askush nuk mban përgjegjësi kur fëmijët janë madhor, vëllezërit, motrat e tjerë e tjerë. Por fenomeni Ergyes Agasi është fenomeni i përdhunimit që Edi Rama ka bërë një qyteti si Durrësi. Ndaç nga historia, ndaç nga kultura, ndaç dhe nga përfaqësimi politik që ka pasur derisa atë qytet e mori dorë Edi Rama. Pra, kujtoni emrat që kanë përfaqësuar Durrësin dhe shikoni emrat që përfaqësojnë Durrësin sot. Pra, Edi Rama, po qëse do të mendonte për socialistët dhe ai Bardagasi shkret, do të kishin vlerësimin maksimal, jo timi, se s'ka një rëndësi të madhe, po dhe vetë socialistëve nëse rradh parë të kërkonin falje për atë që i kanë bërë socialistëve Durrësit. I kanë çuar në parlament dhe kanë pas njeriu më i rëndësishëm i Durrësit, ka qenë Ergyes Agasi. Pra njeriu që ka koordinuar gjithë lidhjet e kryeministit me krimin organizuar. Merë shiko listën e deputetëve që kanë përfaqësuar Durrësin. Gjysmat janë në Burg, një pjesë janë Kërkim, ca janë ca anonim që janë shquar vetëm për raje me shkopa bezbolli, për strehim vrasjes në shtëpitë e tyre, për afera korruptive. Pra, këtu çrëndsi ka, domethënë është një shfaqje e shpifur, jo nga fjalori që përdor Bardagasi. Ajo është një shfaqje e shpifur se si atje burra dhe gra, të rinj dhe pleq detyrohen të thonë derri daj, detyrohet tuli kokën dhe të pranojnë mutin që ju servir Edi Rama si përfaqësimi më elitar i qytetit tyre. Dhe nuk guxon një njeri të thotë gjysmë fjale. Një njeri nuk thotë gjysmë fjale. Por që janë njerëz lirë. Ora me leje po dakord me të dekorim, por nuk e përfaqëson Durrësin as djali i këtij dhe as ata që sot janë në Burg apo në Kërkim. Askush, ky është përdhunimi që i bëhet një shoqëri. Kjo ndodh kudo. Pjesa tjetër sigurisht që ka problem. Ne kemi thënë atë që ajo është i parti, por mos harrojmë gjë. Që ajo është i parti që jo thjesht tentuan, po e futën në zgjedhje. Jo në një proces normal, e futën në zgjedhje duke i caktuar një kryetar tjetër, flet votimi. E futën në zgjedhje duke i vjedhë dhe vulën. E futën në zgjedhje duke njohur si pjesë, si Parti Demokratike, si opozit, dikë që i shërbente Edi Ramës. E futën në zgjedhje pa komisioner, pa fonde publike, pa asnjë lloj gjëje. Ky është një tjetër përdhunim që i bë demokracisë dhe pluralizmit në Shqipëri. T'jeni të sigurt që siç thoshin për Lulzim Bashën kur ishte krye Partisë Demokratike, edhe nesër zgjidhet Agron Shehen kryetar i Partisë Demokratike, zgjidhet Gazmend Bardhi kryetari i Partisë Demokratike, t'jeni të bindur që të gjithë do merrem atë ku e gjetën këtë, po se ky nuk ngjit, po se ky kështu, po se ky ka marrë një leje ndërtimi, po se ky tjetër ka pasi kushuri atje, po se ky. Pra, pse them këtë gjë? E them këtë gjë sepse detyra jon kush është? Detyra jon është të evidentojmë kush është rreziku më i madh për kolapsin e shoqërie. Kush asgjëson shoqërinë civile, kush asgjëson lirinë dhe atyre që votojnë, se çfarë është demokracia? Është përfaqësimi i qytetarëve në forumin më i lartë që është Kuvendi. Kuvendi sot është ditë e zezë, domethënë nuk e di. Të flasësh për Meremen duke pas zeqinen deputetet Kuvendit Republikës Shqipërisë, nuk e di domethënë. Dhe mjafton të shikosh këtë,